në duart e drejtësisë për momentin, sipas mediave është një tjetër dosje që po hetohet për Bexhet Pacollin për raportin e Vlorës. Avokat, ju keni lexuar gjë për këtë, qoftë edhe në media, nga ajo që keni lexuar, keni dëgjuar, Pacolli vetë flet për një komplot që po i bëhet. Nuk e lëshoja që më takon, pas nuk marr atë pjesë që nuk më takojnë. Çfarë po ndodh aty? Kush po tenton ta marrë raportin? Çfarë po flet ai? Dylberi dashur, ti e ke dëgjuar shpeshherë që un kam thënë një fjali, po prapë më kam paragjykuar dhe kanë thënë, po ç'a thot ky më. Dhe ti vërtetove tani që bashkë sa herë kemi folur dhe kemi thënë disa gjëra dhe kanë dalur. Edhe të thash që gjykata kushtetuese është nga shtatori në vazhdim dhe pikërisht në dyert e gjykatës kushtetuese do shkruhet çdo gjë në Republikën e Shqipërisë. Dhe këtë ty në një tjetër intervistë, por shumë përpara, para arrestimit të Sali Berishës, të kam thënë që SPAK-u dhe institucionet të tjera që janë në varësi të pushtetit ekzekutiv, që përfshi dhe prokuroritë e zakonshme, mirë se çfarë kanë veglat e tyre, familjarët e tyre, dhe çfarë bëjnë? Do bëjnë diçka që asnjëri nuk do ta besojë dhe tani që po e them. Dhe unë ta kanë thënë, e ke të arkivuar, do ta gjejmë një ditë se do zbarë, një ditë do zbardhim gjitha vash avash. Dhe u godit opozita. U fut Sali Berisha në burg. Dikush më thotë është jashtë. Jo, burg quhet ai, procedim penal quhet. U arrestuar në këtë mënyrë Ilir Meta. Burg quhet, dhe është në burg. Pra eshtëm të gjithë. U fut në burg Zoti Salani, eshtëm të gjithë. U futën në burg njerëz të cilët prishin punë tek Edi Rama, u futën në burg, janë brenda. Ç'a ndodhi tani? Rama fitoi në 11 maj 83 mandate. Po Rama, çfarë ndodh tani? Është i lirë në cilin aspekt? Politik. Nuk ka kundërshtar. Të gjithë që janë përballë tij quhen të dobët në perceptimin publik. Dhe tani si është makina, si është manuali. Manuali është ky pikërisht. Do goditet pushteti ekonomik. Dhe e kemi thënë, edhe personalisht kam thënë, por edhe në mediatikisht, edhe publikisht. Pse? Se manuali është i tillë. Godasim opozitën, populli ul besimin ndaj opozitës, se s'ka alternativë, thot o iki, o këtu kalbem, mirë, kjo është e qëllimt, dhe në të njëjtën kohë paralelisht, makinacione të ndryshme godasin pushtetin ekonomik. Me rastin Baxholli, me rastin Dulaku, me raste të ndryshme, që do fillojnë të goditen. Pse do goditen? Sepse është momenti kur pushteti kërkon të instalojë qëndrueshmërinë absolute. Çfarë? Kur kisha me monitorim dhe në presion opozitën, çfarë e kam pushtetin ekonomik për sekonda? Dhe mos harro faktin që po të ty e kam thënë, shumë nga pushteti ekonomik po transferojnë gjërat jashtë shtetit dhe i ke pa në lajme që ka dalë disa biznesmen. Po njëri është dosja Veliaj. Të njëri i ku bye-bye, ai dhe një tjetër bye-bye. Kush është ai që doli në media? S'ka rëndësi, se s'na interesojnë ne ato. Është puna e tyre, halli i tyre. Pse? Sa ai se shkon si popull, halli i tyre, vetë ai kishte pushtetin, ai kishte dashurinë me pushtetin. Ti pse e thuaj, s'ka lidhje. Jo Velia, e gjithë përfshirësa. Të gjithë ata që vetë pushteti ka çuar atje. Pra, në këtë moment që unë po flas, është që është rrezik, është kanosja. Pse? Po jo për Edi Rama, për popullin. Pse të them me popullin? Se në rast se këta njerëz që ne tham, marrin vendimare të largohen nga Shqipëria, cenohet siguria juridike e pagesës dhe e punësimit të qytetarëve shqiptarë. Me parti, pa parti, me PS, me PD, çati do shpirti ty, po i cenohet siguria. Ne këtë gjë mbrojmë. Edhe pse them, duhet të ndryshohet sistemi dhe tiki ky të vi një tjetër. Pse? Se e ka bërë zakon. Dhe ky e ka bërë zakon dhe është edhe vështirë të këpusësh zakonin me shpirtin. E kupton? Është zakon më. Dhe tani, goditja e pushtetit ekonomik do të cenojë dhe punëmarrësit, pra të punësuarit, qytetarët e thjeshtë, që ka edhe militantë të PS-s. Ti e di shumë mirë që rasti i Eros që në rast se shkon poshtë 95 lek euro, e di që shumë si përmarrë do të thënë bye bye Shqipërisë, do thënë do shkojnë në Kosovë, se është me euro.
dhe do bëj importim në Shqipëri, ose do shkojnë në Maqedoni, ose do shkojnë në Malin e Zi që është me euro. Pra do na ikin investitor, dhe kur do na ikin në investitor të brendshëm, vendas, më kupton? Do ikin edhe punëtorët, pra nuk do kemi më punëtor. Do shpadhen disa kompani falimentit. Dhe ky gjë, çfarë bën tek edhe ky sipërmarrësi? Që lajkat me pushtetin e sollën që prokuroria e Tiranës të merret me Vlorën. Kundërkohë, duhet të ishte e ndryshme. Jurisdiksioni e kemi fjalën. Po se kuptova se ka Tirana, nuk e kuptova këtë gjë. Mbase e bën Tirana. Kurse keni kuptuar ju avokat, si do unë edhe ti patjetër kemi të vështirë, prandaj po ju pyes ju. Jo, sepse shiko, është si puna nestit trengonit. Është nesti angoni dhe është nesti trengoni, a kupton? Nesti trengoni ose i tregusi, diçka e tillë, po ka këto mbiemra. Po, avokat, edhe diçka te kjo puna e aeroportit. Po flitet për shumë gjëra aty. Për të mëshme, vetëm ai një oligark ka, aty oligark. Është oligark apo po nuk është? Ai quhet pushtet ekonomik. Për mua oligarkët ka një diferencë. Diferenca është kjo. Oligarku është ai që i merr gjithë për vete dhe si e pas gjë popullit. Por pushteti ekonomik është gjë tjetër, që është ai investitor që investon dhe ka një natyrë tjetër të qëndrueshmëri në tregun ekonomik. Por për mendimin tim, ishte një komplot për zotin Pacolli, mos gaboj. Është një goditje ndaj një investitorit, është fakt konkret ky, nuk e mohoj dot. Ai ka dashur si advetar të kontribuojë në Shqipëri, por si kemi emrin e vogël, si kemi ky? Beget. Jo, Beget. Beget. Si Begeti edhe ky. Ish president i jashtëm i Kosovës. Si nuk e pe atë rastin atit italianit, more. Si nuk e pe, su shumë naiv, nuk më pëlqen fare ky. Po si mbyllet kjo histori, avokat? Si mbyllet, tani në rast të përfundoj dhe ai do lëshoj pe, e kupton, do dënohet me detyrim paraqitje dhe mbaroi puna, e fitoi pushteti vet atë që do. Po për çfarë do dënohet? Se është si mjegull kjo, domethënë dalin në media pak gjëra. Kodi penal është normuar ai që ka nxjerr në konsultim me dirama nga gushti. Atë kod penal bëri dhe ai gjyqtari dhe gjyqtarja çfarë ishin këto të Elbasanit. Këtë po i bëjnë edhe këtit Pacollit. Mirë. Po e detyrojnë burrin e botës të ikin nga Shqipëria. Si punën e biznesmenëve të tjerë që detyrojnë të ikin nga Shqipëria. Por ne kur themi që Shqipëria ka marrë fund në aspektin e sipërmarrjes, asnjëri se beson. Duhet të shkojë tek dera secili të thotë, shiko, erdhi flaka. Kur ne thonim drejtësia nuk është në nivelin e dur, i shkoi flakat gjykatës së apelit. Asnjëri nuk mori asnjë mas. Akoma dhe sot çfarë marr, masa koti kanë marrë. Pra, ajo që unë po shikoj është kjo, që situata ka dalë jashtë kontrollit. Lufta po, duhet të futemi në luftë dhe jemi futur në luftë. Po thjesht duhet të jemi të fortë në luftën që po na kanoset. Kam një pyetje tjetër. Ne kemi shumë çështje për diskutuar, por duke qenë se po zgjedh ato që janë më aktuale dhe që pritet kënë pritshmëri për momentin, me shpresën që ditët vazhdimit do flasim sërish. E kam fjalën për një kontroll që është ushtruar mbrëm tek një nga administratorët që ishte te një institucionet e energjisë. Drejtori me mbiemër Karakaçi, më duket. Në varësi të Ministrisë së Energjisë, në mos gaboj. Ka në lëvizjet ndoshta të fundit të Dumanit përpara se sa të mbyll mandatin. Mendoni që do ketë ndonjë goditje tjetër apo janë kontrolle kështu rutinë? Vijnë të procedura të ndryshme. Rasti Saimir Tajerit erdhi me ngadalë. Rasti i Ahmetajt erdhi me ngadalë. Pra del sot ik nesër vazhdon pastaj me vrallë. Rasti i Veliajt po njësoj. Sot, nesër, pas nesër me radhë. Dhe rasti zonjës Balluku, avash, është drejt asaj që ne themi rrugës proceduriale, për shkak se tek Erio Velia gjetën 5D, dhe kjo do gjenë 3D.
Pse bëhet kjo gjë? Bëhet pikërisht që të bindet populli për shkak të kësaj padrejtësie që ka një organ I cili jep ka drejtësi që quhet SPAK, në mënyrë të gabuar, se drejtësia përfaqësohet nga gjyqësori, pra nga gjykatat dhe jo nga prokuroria. Por ku kemi të bëjmë me një mentalitet të tillë komunist, I cili edhe është sovjetik, prandaj prokuroria ka një popularitet, sepse populli kënaqet për burgje dhe këto dhe nuk e di që faturat bëhen për të nga mes deri në darkë. Dhe në fund fare, ky është një mesazh, një alarm për zonjën Balluku. Mendimi im për zonjën Balluku, po çfarë ka Balluku këtu? Ishte një institucion në varësi, një person që mund baj përgjegjësi vetë për firma që mund ketë hedhur ndoshta ose për çështje që ka. Mua më dogji diçka te komisioni kur Dumani doli dhe dha një deklarat, tha po kemi kryetarin, drejtorin e ARSH-s të parë, drejtorin e dytë të ARSH-s në Burg, edhe të tretin e kemi të proceduar në gjendje të lirë. Pra, ku ti ke 3 drejtorat të ARSH-s dhe shkon çuditërisht dhe shkon po të njëjtit person, dhe shkon edhe procedon apo kontrollon një person që ka lidhje me institucionin e asaj që drejton, pra ministria Balluku. Pra, aty të vendosen disa fakte të cilët kërkojnë përpunim dhe kur ato të lidhen bashkë me njëra tjetrën, të dalin në një provë që tregon qartësi që zonja Balluku në maksimumin në 2027, në rast se nuk kandidon për kryetare e Bashkisë së Tiranës, mund të kandidojë si e pandehur për rastin e hetimeve që mund të jetë rreth personave të cilët ajo ka emëruar. Pra, unë mendoj se zonja Balluku në rast se jemi në këto kushte dhe unë e them gjithmonë sipas asaj që dëgjova nga kryetari I SPAK-ut, që është person I cili ka dhënë disa deklarime në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Ai e citoi qartësi dhe mos harron një fakt tjetër që përsëri nuk është vendosur në vëmendjen e njerëzve, është fakti që për zonjën Balluku gjatë fushatës zgjedhore ka pasur më shumë kallëzime se sa për të tjerë. Pra kanë dalë njerëz 90% I bëj gazbardhi për shkak të përplasjes së tjerë. Jo para rezultatit. Gjatë fushatës kanë dalë disa figura tjerë që s'kan lidhje fare me konflikte me zonjën Balluku, po thjesht kanë dalë përpara SPAK-ut dhe kanë thonë kemi bërë kallëzim kundër zonjës Balluku me radhë. Pra, të gjitha këto fakte, në rast do t'i marrim dhe të shkëputura nga njëra tjetër dhe të fillojmë dhe t'i lidhim, na provojnë faktin që kallëzimi penal dhe të gjitha këto kallëzimet I ka marrë zoti Dumani në agjendën e tij si prokuror I thjesht pas mbarimit të mandatit të kryetarit të SPAK-ut. Pra, e kupton çfarë duhet kujdesim, ngadalë të shikojmë që zonja Balluku është në momentin më të rrezikshëm për veten e saj. Pse? Se është midis ujit dhe flakës. Në rast se din të notoj, mund t'ja dalë. Në rast se din të shuaj zjarre, mund të fitojë. Pra, në të dyja rastet, zonja Balluku në maksimumin, nga sot që flasim, 2025, në 2027, duhet të luftoj me strategji bindse që të japi vetë së sajt imunitet të jashtëzakonshëm. Në rast se ajo nuk jep imunitet të jashtëzakonshëm edhe vazhdon në shtrimin, sigurisht që deri në 2027 situata nuk do jetë mirë për veten e saj. Do ketë mundësi ajo gjatë kohës kur do të luftoj edhe me veten e saj për të përballur me padrejtësinë që mund t'i kanoset, është në vigjilencën e saj, aty nuk mund të ndërhyjë dot, është çështje individuale se si percepton tjetri dhe se si e ka mënyrën e të reaguarit, reagon me dhunë, reagon me diplomaci, reagon me strategji, është çështje individuale, por unë do të këshilloja që dy gjërat kryesore deri në 2027 në rast se I ndjek me besim të plot me veten e saj, është diplomacia e strategjia.
Dhe këto të dyja kërkojnë dhe një marrëveshje, po marrëveshje për te oborrit. Prandaj them që kam frikën se deri në 2027 na shkon zonja Balluku me 3D. Pra, si zoti Velia me 5D, zonja Balluku me 3D. Prandaj mendoj se në rast se ajo i merr të mirë këtë gjë që po e analizoj dhe i bën një përpunim të duhur në mënyrën e strategjisë, por edhe diplomacisë paralelisht, dhe bën një marrëveshje për te oborrit politik të saj, po te oborri kundërshtar i saj,